Kishte një mëngjes kur Agimi u zgjua dhe e kuptoi se njerëzit që e donin më shumë në botë, njerëzit e gjakut të tij, njerëzit e tokës ku kishte mësuar të ecë, ishin kthyer në armiqtë e tij më të mëdhenj. Jo me armë, jo me zë të lartë, por me heshtje, me shikim, me atë lloj ftohtësie që të hyn në palc dhe nuk të lë të flesh natën. Ai nuk kishte vrarë askënd, nuk kishte tradhtuar askënd, nuk kishte bërë asgjë që njeriu i ndershëm do ta quante faj. Kishte bërë vetëm një gjë, kishte dashuruar, dhe ajo dashuri e kishte kushtuar gjithçka. Nëse jeni njerëz që besoni se dashuria nuk ka kufi, nëse jeni njerëz që keni ndjerë ndonjëherë peshën e gjykimit të tjerëve, nëse keni qenë ndonjëherë vetëm në mes të turmës, atëherë kjo histori është për ju. Sepse ajo që do t'ju tregoj sot nuk është thjesht historia e një njeriu, është historia e çdo njeriu që ka guxuar të zgjedhë zemrën e tij mbi zakonin, dashurinë mbi frikën dhe dinjitetin mbi turpin. Rini deri në fund, sepse kjo histori ka kthesa që nuk i prisni, dhe nëse do të doni të lini një koment pasi ta dëgjoni, dhe jam i sigurt që do të doni, ju lutem na tregoni, a mendoni se dashuria mund të fitojë mbi paragjykimin? A mund të jetojnë dy njerëz nga dy popuj me histori të ndërlikuar krah për krah me dashuri të vërtetë? Shkruajeni poshtë, dua t'i lexoj të gjitha. Tani le të fillojmë. Fshati quhej Brez. Ishte një fshat i vogël i fshehur mes kodrash të gjelbra, larg rrugës së madhe, larg zhurmës, larg gjithçkaje që bota e re e quante progres. Kishte rreth 100 shtëpi, një xhami të vogël me minaren pak të shtrëmbër nga mosha, një shkollë me 2 klasa dhe një çezhëm të vjetër në mes të lagjes, ku gratë mblidheshin çdo mëngjes, jo vetëm për të marrë ujë, por për të ndarë lajmet e ditës. Dhe lajmet e ditës në Brez ishin zakonisht fjalët e njerëzve për njëri tjetrin. Agimi kishte lindur në këtë fshat si i treti nga 4 vëllezërit. Babai i tij, Murrimi, ishte një burr i heshtur, me duar të trasha nga puna dhe me sy të thellë që flisnin më shumë se goja. Nëna, Fatimja, ishte ajo që mbante shtëpinë dhe zemrën e familjes bashk, një grua që dinte të qante pa lot dhe të qeshte pa zë, sepse kishte mësuar prej kohësh se në Brez shprehja e ndjenjave ishte luksi i të dobtve. Që i vogël, Agimi kishte qenë ndryshe, jo ndryshe në mënyrën që fëmijët bëhen problem. Ishte i qetë, i dëgjueshëm, i sjellshëm, por kishte diçka brenda tij që nuk i përshtatej plotësisht kornizave të fshatit. Ai donte të lexonte libra kur fëmijët e tjerë luanin top, donte të rinte ulur mbi gur dhe të shikonte malet kur bashkëmoshatarët e tij mendonin vetëm për lojra. Kishte një botë të brendshme që nuk dinte si ta ndante me askënd, jo sepse nuk donte, por sepse nuk gjendi dikë që do ta kuptonte. Shkolla e tij kishte një mësues të vetëm, Muarem Hoxha, një burr me syze të holla dhe kostum të grizur në bëryla, i cili mësonte gjithçka. Diçka si dorëzim, jo dorëzim me humje, por dorëzim ndaj rrjedhës, pranimin e faktit se jeta kishte filluar ta lëvizte drejt vendeve të panjohura. Greqia e priti si një surprizë e madhe e çuditshme. Nuk ishte sikurse e kishte parë ndonjëherë në filma, apo e kishte imagjinuar nga rrëfimet e Ismailit. Ishte ndryshe. Jo as më e bukur as më e shëmtuar se sa kishte menduar, por ndryshe thellësisht, në një mënyrë që nuk kishte fjalë si ta përshkruante. Kudo kishte ngjyra, bojqielli i intenshëm, gëlqerja e bardhë e mureve, luleshtrydhet e kuqe mbi treg, ullinte hirt gjelbër që valonin ngadalë si frymarrje e tokës. Ismaili e priti në Athinë dhe e çoi direkt në lagjen ku jetonin shumica e shqiptarëve të zonës. Një lagje e ngarkuar, me bloqe apartamentesh të vjetra, me korridor të errët dhe shkallë me pllaka të thyera, por me njerëz brenda atyre mureve që flisnin shqip dhe bënin ndjehur pak si në shtëpi, edhe pse ishte vendi huaj. Puna e parë ishte në ndërtim, cimento, tulla, diell mbi kokë, duar që gjakoseshin në fillim dhe bënin lëkur më vonë. Shefat greke ishin pak fjalësh dhe shumë kërkesat, por të drejta sipas Agimit. Paguhej siç ishte rënë dakord dhe kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Kursente çdo cent që mundej dhe dërgonte para shtëpisë me rregullsi, duke imagjinuar fytyrën e nënës kur i hapte zarfin. Mëngjesin e kishte të lirë zakonisht, dhe Agimi i kalonte ato orë duke ecur nëpër rrugët e lagjes, duke mësuar pak fjalë greke nga tregtarët, duke parë si jetonin njerëzit e kësaj vendi. Kishte kureshtje të çuditshme për gjithçka. Mënyrën si gëlltisnin kafen e tyre të hidhur,
zhurmën e karakteristike të qytetit, mënyrën si flisnin me duar dhe me gjithë trupin. Por edhe vetmin e kishte, vetmin e thellë, të tipit që nuk e shuante dot kompania e bashkëpunëtorëve, sepse bashkëpunëtorët ishin miq pune, të tillë me të cilët ndahej buka dhe lodhmja e ditës, por jo shpirti. Natën, pasi hante diçka të thjeshtë dhe shtrihej në shtrat të ngushtë të dhomës me 2 krevate që ndante me një djalë tjetër nga Shkodra, Agimi shkruante ndonjëherë në një fletore të vogël. Jo ditar i vërtet, vetëm fragmente, mendime, vargje pa titull. Ishte mënyra e tij e vetme për të folur me veten. Pas disa muajsh, Ismaili e transferoi në punë tjetër, tek një restorant i vogël pranë zonës turistike, si ndihmës në kuzhinë. Paga ishte pak më e vogël, por kushtet ishin shumë më të mira. Dhe atje, në ndritën florinj të një mbrëmje shtatori, ndodhi diçka që nuk e kishte planifikuar askush. Restoranti quhej Thalassa, deti në greqishte. Ishte një lokal i vogël, me shesh jashtë ku sillet ushqimi nën hijen e shelgjeve, me muzikë të qetë dhe me erën e kripës që vinte nga bregu. Pronari ishte Kostas, një burr i gjatë me mustaqe të bardha dhe zemër sa dera e kishës, i cili kishte mësuar me vite të punonte me shqiptar dhe i kishte me mirësi të vërtet, jo me atë mirësi si përfaqësore që fsheh mosbesimin. Elia punonte si kameriere. Kishte qenë duke punuar atje tashmë prej disa muajsh kur Agimi erdhi. Vajza e Kostasit nga Agimi nuk e kishte treguar shumë atë ditë, por e kishte dëgjuar. Dhe dëgjimi i vëmendshëm, i vërtet, ishte ndoshta dhurata më e rrallë që njeriu mund t'i ofrojë dikujt tjetër. Kur u ndan atë mbrëmje, asnjëri nga të dy nuk tha asgjë të veçantë, por diçka kishte ndryshuar, si ajri pas shiut, kur është pastruar dhe fryn ndryshe. Dashuria e vërtet nuk bën njoftim paraprak. Nuk pyet nëse ke kohë, nëse ke kurajo, nëse rrethanat janë të favorshme. Vjen dhe bëhet pjesë e frymëmarrjes tënde para se ta kuptosh se po ndodh diçka e rëndësishme. Kështu ishte për Agimin. Filloi me pritjen, me atë ndjesi të habitshme se dita punës ishte e mirë vetëm kur Elia ishte atje. Kur mungonte ndonjë ditë, gjithçka dukej gri pak. Kur ishte, edhe kuzhina me nxehtësinë e saj dhe zhurmën e tenxhereve dukej e kapërcyeshme. E vuri re natën kur filloi të ëndërronte. Jo ëndra romantike me muzikë, por ëndra të thjeshta, të zakonshme, ku ajo ishte pranë dhe kjo mjaftonte për ta bërë ëndrrën të mirë. Muajt kaluan dhe lidhja e tyre u thellua natyrshëm. Filluan të dilnin çdo fundjavë, ndonjëherë vetëm, ndonjëherë me miq të tjerë, por gjithmonë me atë ndjesinë se koha kalonte ndryshe kur ishin bashk. Bota kishte ngjyra të ndryshme kur ecnin krah për krah nëpër rrugët e qytetit, kur ndaheshin gjysmë sanduiçi në park, kur hidhnin copa buke peshqish në port dhe qeshnin si fëmijë. Elia i tregoi historinë e jetës së saj ngadalë, shtres mbi shtres, siç bën njeriu kur ka gjetur dikë të cilit i gëson. Kishte studiuar arkitekturë dhe kishte lënë në gjysmë kur babai i saj kishte pasur probleme shëndetësore. Kishte dashur të udhëtonte, kishte hartën e botës varur në dhomë dhe kishte shënuar me gjilpër vendet ku dëshironte të shkonte. Kishte lexuar shumë, donte filmat e vjetër italian dhe urrente kur dikush i ndëronte planin pa njoftuar. Agimi i tregoi edhe ai, Brezën, Malin, nënën e tij që gatuante gjellë me erza të forta, babain e heshtur, librat e fëmijërisë, fletoren me fragmente. Dhe kur i tregoi për fletoren, me pak hezitim, sepse s'ja kishte treguar kurrë askujt, Elia u drejtua dhe tha, dua ta lexoj ndonjëherë. Nuk tha a mund, nuk tha nëse dëshiron, tha dua, me atë siguri të butë që e bënte ndiher si vendimi marrë tashmë. Ai asnjëherë nuk ja dha fletoren, por ja lexoi fragmente, me zë ngadalë, duke i përkthyer njëkohësisht, dhe ajo dëgjonte me sytë gjysmë mbyllur, si dëgjon muzikë. Ishte ndoshta momenti kur Agimi kuptoi se e kishte dashur. I tij nuk ja beson vetes. Vëllai i dytë kishte heshtur fare, nuk kishte kthyer as thirrjet, as mesazhet. Nëna dhe babai nuk kishin thirrur. Agimi nuk e kishte bërë këtë nga mos respekt, e kishte bërë nga mbrojtje. Mbrojtje ndaj reagimit të mundshëm, ndaj fjalëve që dinin ta thyenin, ndaj atij gjykimit të nënkuptuar që do ta helmonte edhe festën. Kishte vendosur t'ua tregonte kur të kthehej, kur të ishin ball për ball, kur të mund të fliste me sy në sy,
dhe jo në për telefon. Por edhe pa familjen e tij, edhe pa plotësinë formale, dita e martesës kishte qenë e bukur. Elia kishte veshur fustan të thjesht krem, me lule të vogla boshe të qëndisura, dhe kishte lënë flokët lirshëm, siç i pëlqente Agimit. Kostas kishte qarë fshehurazi, duke e kthyer fytyrën nga deti kur e kishin pyetur si ndihej, dhe kishte thënë mirë me atë zë të shtrënguar. Dimitra, shoga e Elias, ajo që kishte pasur dyshime, ishte aty dhe e kishte përqafuar Agimin sinqerisht, dhe kjo kishte qenë për të lloj pranimi i rëndësishëm. Kishte edhe disa miq shqiptar të Agimit, punëtor si ai, njerëz me jetë të vështira e shpirt bujare. Ismaili kishte qenë atje, me gruan e tij greke, me buzëqeshjen karakteristike e gjithnjë paktallse, dhe kur kishte parë Agimin dhe Elian bashkë para detit, kishte heshtur për një moment, dhe pastaj kishte thënë ngadalë: "E ke gjetur." Natën, pasi ikën mysafirët, Elia dhe Agimi kishin qëndruar ulur në shezlongët bosh të restorantit të mbyllur, me detin pranë dhe me qiellin plot yje, dhe nuk kishin folur shumë. Donjëherë nuk ka nevojë për fjalë, donjëherë mjafton fryma e dikujt pranë teje dhe ta ndish se ke shtëpi. Por shtëpia e vërtetë e Agjimit ishte akoma atje larg, me muret e gëlqëros në kodër, me çezmin e fshatit, me sytë e nënës dhe me heshtjen e babait, dhe e dinte se do të duhej të kthehej. Herët avon, do të duhej të kthehej. Kur u telefonua nënës pasi u martua, kishte një heshtje e gjatë, aq e gjatë sa ndjente se zëri i saj kishte hyrë brenda tij dhe po mbante frymën. Pastaj kishte dëgjuar thjesht me kë. E kishte treguar: greke, Elia, e bukur, e mirë, me zemër. Kishte tentuar të ngjezë gjithçka brenda disa sekondash, si të tentoj t'i kuptoj dikujt historinë e tërë jetës tënde në përtel. Nëna nuk kishte bërtitur, nuk kishte qarë, të paktën jo dëgjueshëm. Kishte thënë vetëm: "E ke bërë punën." Jo si lavdërim. Ai ton, "E ke bërë punën", kishte peshën e sentencës, jo të shprehjes. Ati kishte qenë më i shkurtër akoma. Kishte marrë telefonin, kishte dëgjuar disa fjalë, kishte thënë: "Le të vija të shoh", dhe kishte lënë telefonin. Vëllai i tretë, Gjergji, ai vetmi që kishte qëndruar ende në Shqipëri, kishte dërguar mesazh: "Vëlla, çfarë ke bërë? Gjithë shati ka marrë vesh. Turp i madh e kemi ne." Atë natë, Agimi kishte dalë vetë jashtë dhe kishte ecur gjatë, duke menduar se cili prej të dyve kishte dhe cili nuk kishte. Nga njëra anë Elia, e vërteta, e dashura, që kishte rrjedhur gjithnjë me lumën, pa guxuar kur të notoj kundërrymës. E kishte parë Elian dhe kishte bërë një buzëqeshje të sforcuar. Ai lloj buzëqeshjeje që është maska dhe jo fytyrë, dhe kishte thënë: "Mirë se erdhët", me tonin e dikujt që po lexon fjalë nga kartela. Rruga drejt fshatit kishte marrë 2 orë. Kaluan nëpër qytete të vogla, nëpër fshatra me kisha, nëpër djemë të rinj që qëndronin pranë rrugës dhe shikonin makinat të kalonin. Elia pyeste gjatë rrugës: "Çfarë është kjo? Kjo pemë si quhet? Atje çfarë bëjnë?" Dhe Agimi shpjegonte me gëzim, duke u ndjekur si udhëzues i vendit të vet dhe duke e gjetur këtë rol njëkohësisht të bukur dhe të rëndë. Gjergji heshti. Kur u afruan fshatit, Agimi e ndjeu. Ndjesia ishte fizike, si të shtype diçka lehtë mbi gjoks. Bregjet e njohura, pema e arrës pranë rrugës hyrse, çezma e lashtë, gjithçka ishte aty, një lloj, si të kishte ngrirë koha, por ai kishte ndryshuar, dhe kishte sjell me vete diçka që fshati nuk e kishte pritur. Nëna ishte në obor kur mbërritën, e kishte parë makinën të ndalonte dhe kishte qëndruar pa lëvizur, jo nga indiferenca, por nga ajo lloj ngurtësie e dikujt që është duke luftuar brenda vetes. Kur Agimi zbriti dhe shkoi drejt saj, ajo e përqafoi fort, shumë fort, me atë forcë desperate të nënave që ndahen dhe ribashkohen, dhe ndjeu se i dridhet trupi. Pastaj e lëshoi, u drejtua dhe pa Elian. Elia kishte zbritur nga makina dhe qëndronte pak më njan, me buzëqeshje të butë dhe me atë qëndrim të dikujt që dëshiron të jetë i sjellshëm, por nuk di rregullat e kodeve. Nëna e shikoi për një sekond të gjatë, jo me armiqësi, por me atë shikim që vlerëson dhe llogarit, dhe pastaj tha diçka shqip, ngadalë, pa i drejtuar as tek Agimi, as tek Elia, si të fliste me ajrin. E ka sjellur. Jo mirë se erdhe, jo të pres, vetëm e ka sjellur, si objekt, si vendim i bërë pa e konsultuar. Agimi e kuptoi çdo fjalë të asaj heshtjeje. Lajmi u përhap si zjarr në kashë të thatë. Kishte ende mëngjes kur mbërritën, dhe para drekes gjysma e fshatit kishte dëgjuar. Si ndodh kjo? Si mundet që fjalët të kenë shpejtësi kaq të çuditshme kur nuk ka internet apo gazeta, por vetëm gojë e veshit?
sepse fshati ka sistemin e vet të komunikimit, i ndërtuar mbi shekuj, i stërvitur nga gjenerata pas gjenerate, shumë herë më efikas se çdo rrjet social, dhe sistemi funksionoi perfekt atë ditë. Gratë filluan të vinin, jo të gjitha, por ato kyçe, ato influencat, ato pa opinionin të cilave fshati nuk merr vendim kolektiv. Vinin me pretekstin e vizitës, me pretekstin e urimeve, me pretekstin e kuriozitetit legjitim, por sytë e tyre nuk kishin kuriozitet të butë, kishin atë gjilpërueshmëri të vlerësimit, atë analizë të shpejtë dhe të pamëshirshme. Elia nuk kuptonte asgjë nga ato flisnin. Kjo ishte njëkohësisht fat dhe fatkeqësi. Fat sepse nuk i dëgjonte fjalët e padëshirueshme, fatkeqësi sepse izolimi gjuhësor e bënte të dukej akoma më e huaj, akoma më e largët. Agimi qëndronte duke përkthyer gjërat e vogla, duke tentuar ta rrethojë me mbrojtje pa e dukur si të tillë, por nuk mund të rinte kudo një herësh, dhe kur largohej sadopak, ndjente se ajri ndryshonte. Ishin gra me emra të njohura, Atje vendosën Agimin dhe Elian. Nëna kishte pastruar dhomën, e kishte fshirë, kishte ndruar dyshekun e sipërm, kishte vënë një qilim të ri, por e kishte bërë me atë nxitim mekanik të dikujt që kryen detyrën pa e dashur. Kur Elia pa dhomën dhe u gëzua sinqerisht, duke i thënë Agimit se i gjente kozi, të ngrohtë e të çiltërt, nëna e shikoi nga pragu dhe pastaj u largua pa thënë asgjë. Nata e parë kishte qenë e vështirë, jo ndërmjet Agimit dhe Elianit. Ata dy kishin pasur atë lloj afërsie të çifteve të thellë, ku edhe heshtja me njëri tjetrin ka ngjyrë, por ndërmjet Agimit dhe gjithçkaje tjetër. Dëgjonte shtëpinë, dëgjonte prindrit duke lëvizur, dëgjonte zërat e natës jashtë, bretkosat e bunarit, era mes pemës, dhe ndjente se ishte kthyer por nuk ishte i kthyer, ishte aty por nuk ishte i tij, ishte brenda por nuk i takonte. Elia i kishte ndier tensionin, ishte grua shumë e ndihshme, jo lloj ndihshmërie nervoze, por ai tip ndihshmërie i qetë e i thellë, i dikujt që ka aftësinë të lexojë ajrin e dhomës pa pasur nevojë për fjalë. Kishte mbajtur dorën e tij gjatë gjithë natës, pa pyetur, pa komentuar, vetëm kishte qenë atje. Mëngjesi i parë kishte sjell sfidën e parë konkrete. Nëna kishte bërë mëngjes, byrek me djath, qumësht i ngrohtë, bukë shtëpie, por e kishte vënë buke pa pyetur Elian çfarë donte, pa e pyetur nëse kishte ndonjë preferencë, pa e bërë atë gest të vogël mirëpritje që do t'i kishte thënë, je i mirëpritur këtu. Kishte vënë ushqimin dhe kishte ikur përsëri në kuzhinë. Elia kishte ngrënë, kishte buzëqeshur dhe kishte thënë, shumë i mirë. Agimi e kishte përkthyer, dhe nëna kishte thënë nga kuzhina, pa hyrë, vetëm Sillabusi vetëm që nuk nënkuptonte asgjë dhe nënkuptonte gjithçka. Agimi kishte shtrënguar dhëmbët dhe kishte vazhduar të hajë. Ishte betejë e parë e fshehur, jo me zhurmë, por me kuptim, dhe e dinte se do të vinin të tjera. Ishte dita e tretë kur fjala u tha hapur për herë të parë. Gjergji kishte ardhur pas dite dhe kishte tërhequr Agimin mënjan, nga oborri drejt anës tjetër të shtëpisë, mes pemëve, ku syri i Elias nuk arrinte, dhe kishte folur me të shpejtë, me atë mënyrë të dikujt që transmeton mesazhin e të tjerëve pa i mbajtur shumë vet. Vëllai, fshati po flet. Njerëzit thonë se ke sjell grua armiku. Të lutem dëgjom, ik para se të bëhet keq. Armiku. Fjala kishte rënë mes tyre si gur i hedhur në ujë të qetë. Jo gëzim, jo urime, jo as trishtim i dukshëm, vetëm atë konstatim, i ftohtë si hekur i vjetër. Kur lajmi doli jashtë dhe dilte, sepse fshatrat janë organizma social pas sekrete, reagimi ishte jashpër. Zyran kishte thënë tek kafeja grave. Jo vetëm grua greke, tani edhe fëmijë grek, u fut gjaku i huaj mes nesh. Besa kishte shtuar, fëmia nuk do t'i takoj asnjë ane, dhe ky gjykim, se fëmia i palindur nuk i takonte askujt, kishte qenë ndoshta gjëja më mizore nga gjithçka u tha. Por nuk ishin mbaruar me kaq. Rexhepi, njeriu me tokën pranë bunarit, kishte ardhur tek shtëpia e Murimit dhe i kishte thënë hapur. Murim, njerëzit po thonë se je e bërë babavjehri i armikut. Kjo nuk bën mirë. Familja jote do të ketë probleme fshatin. Dhe probleme fshatin nuk ishte figurë retorike, kishte nënkuptime praktike, bashkëpunimi për tokat, ndihma reciproke gjatë korrjes, të drejtën e ujit nga kanali i përbashkët, gjëra reale, gjëra jetike në jetën e fshatit. Kjo kishte ndryshuar diçka tek Murimi. Kishte shtyr baban nga pozicioni i heshtjes pasive drejt diçkaje aktive, jo armiqësie ndaj Elias direkt, por distancimi të hapur. Kishte filluar të shmang të qenit në të njëjtën dhomë me të. Kur hante, ndahej. Kur ulej në obor, largohej kur vinte ajo. Elia e kishte parë. Nuk kishte thënë asgjë menjëherë,
por Agimi e kishte parë duke e shikuar një herë baban të largohej dhe duke parë pastaj drejt rrugës me atë shprehje të dikujt që po mat diçka, po llogarit nëse ka kuptim të vazhdoj. Atë natë, Elia i kishte thënë: "Agim, nuk duhet të vuajmë ne. Nuk e meriton asaj asun." Nuk kishte thënë ikim, sepse nuk ishte grua e tillë, nuk ikte lehtë, por kishte hapur derën e asaj pyetjeje me fjalë të tjera. Ishte shtuna asaj javë kur ndodhi gjëja që e ndryshoi gjithçka. Elia kishte shkuar tek çezma e fshatit, e vetme, sepse Agimi ishte larguar pak me Gjergjiun për të marrë ujë freski, siç bënin gratë e fshatit herët në mëngjes. Kishte marrë kovanin e vogël dhe kishte ecur rrugën e ngushtë mes shtëpive, duke pirë ajrin e mëngjesit me ato frymarrjet e thella të shtatzënave. Pranë çezmës ishin 3 gra: Zyhran, Hania dhe një grua tjetër e re, Vladja, vajza e Rexhepit, e cila kishte thjesht 23 vjet, por trashëgonte mentalitetin e prindërve si pronën. Kur pa Elian që po afrohej, Zyhran kishte bërë diçka të vogël. Kishte kthyer trupin me shpatulla drejtuar asaj, duke i kthyer shpinën. Hania kishte bërë të njëjtën. Vladja, me e reja, me ndjesmëri më të vogël ndoshta për ndëshkimin social të gjestit, kishte qëndruar si ishte, por kishte larguar syt. Elia kishte arritur tek çezma, kishte mbushur kovanin ngadalë, kishte dashur të bënte atë gjest minimal shoqëror të mirëmëngjesit, sepse ajo ishte edukuar, sepse ajo besonte se njerëzit meritojnë mirësjellsinë bazë, por nuk kishte marrë asgjë. Trigger. Ti brenda ligjit ekzistues. Kuptimi kishte qenë: familja ka histori, familja ka nder, dhe nderi nuk komprometohet. Pastaj kishte ardhur të çështja. Agim, ke marrë grua pa pyetur familjen, pa bërë lidhjen e duhur, dhe ke sjell grua nga ata me të cilët kemi pasur fis armiqësi. Tani fshati po flet, toka po na prishet me fqinjët dhe emri po na ndyhet. Çfarë ke menduar ta bësh? Agimi kishte dëgjuar gjithçka. Kishte dëgjuar me atë vëmendje aktive të dikujt që po ndërton argumentin e kundër ndërkohë që dëgjojnë. Dhe kur Xhaxhai kishte mbaruar, kishte folur. Kishte folur gjatë, jo nervozisht, jo me bërritje, por me ato fjalë të menduara mirë të dikujt që e di se kjo është betejë kyçe dhe nuk duhet gabuar. Kishte thënë: "Unë e dua atë grua. Jam martuar me të me dëshirën time të lirë. Ajo s'ka bërë keq asnjëherë askujt. Shtatzëna është me fëmijën tim. Çfarë doni nga unë? Të hedh gruan? Të hedh fëmijën? Kjo nuk është nder, kjo është turp." Kishte rënë heshtje. Xhaxhari kishte thonë: "Nuk them të hedhësh gruan, them të jetosh atje, në Greqi. Mos e solle këtu. Nuk u takon." "Takon," kishte thënë Agimi. "Takon sepse ajo është familja ime, dhe çdo vend ku unë takoj, ajo takon." Gjergji kishte ndërhyrë: "Vëlla, mos e bën të vështirë." "E keni bërë ju të vështirë," kishte thënë Agimi, dhe kishte kthyer kokën drejt vëllait me atë shikim të dikujt që i ka mbaruar durimi, por nuk ka filluar zemërimi, sepse zemërimi i vërteti është edhe më i thellë se kaq. Fatimia kishte qenë e heshtur gjatë gjithë kohës, por pikërisht kur gjërat dukej si se po shkonin drejt konfrontimit të plot, kishte folur, me zë të ulët, pothuajse të fshfëritur, por me peshë të madhe. "Agim, nënën tënde dëgjoje pak." Dhe me atë thirrje, "Nënën tënde dëgjoje", kishte ndryshuar tonin e dhomës, sepse Fatimia nuk kishte folur si armike, kishte folur si grua e lodhur, si nënë e trishtuar, si njeri i mbërthyer mes dashurisë për djalin dhe frikës ndaj gjykimit të botës. Kishte thënë: "Nuk e urrej atë vajzë, nuk e njoh, por djali im vuajt, familja ime vuajt, dhe unë nuk di si ta mbroj." Kjo kishte qenë çarja e parë në murin, jo pranimit, por pranimi i dhimbjes si të kishte heshtur gjatë. Pastaj kishte bërë diçka që Agimi, i cili po dëgjonte nga korridori, zemra duke i rrahur fort, nuk e kishte pritur. Kishte prerë një copë prumi dhe ja kishte shtrirë Elias. Jo fjali, jo mirëpritje formale, vetëm atë copë brumi. "Mëso, bëj." Ishte gjesti i parë i vërtet, i vogël, i fshehur, pa dëshmitar të tjerë, por ishte fillim. Megjithatë, fshati nuk kishte ndërmend të qetësohej kaq lehtë. Nëse brenda shtëpisë po lëvizeshin gjëra ngadalë drejt diçkaje që mund të quhej dialog, jashtë murit të oborrit bota kishte mendimet e veta dhe nuk kishte nevojë për ndryshim. Paragjykimi nuk ka nevojë për fakte. Ushqehet vetëm me inercën e besimit kolektiv.
dhe besimi kolektiv ka gravitacion të fortë. Fëmijët e fshatit, të moshës 8 deri 10 vjeç, filluan të ndiqnin Elian kur dilte. Jo keqdashje ndërgjeshme tek ta. Ishin fëmijë, por ajo lloj mimikrieje e fëmijëve që kopjojnë botën e të rriturve pa e kuptuar plotësisht. Gëlltiste fjalë të pakuptueshme të dëgjuara nga prindrit e tyre, bënte gjeste pa kuptim, buzëqeshte atë buzëqeshje të veçantë kruele të fëmijëve të trajtuar si spektakël të çuditshëm. Elia i kishte parë, kishte kuptuar, kishte bërë diçka të papritur. I kishte thirrur afër, kishte hapur çantën e vogël dhe kishte nxjerr karamele. Gjithnjë mbante. Kishte thënë dikur se nuk kuptoi kur i nevojiteshin, dhe ua kishte dhënë. Fëmijët e kishin marrë me ngurrim, pastaj me shpejtësi, pastaj kishin ikur duke qeshur. Ndoshta ishte vogëlush ky gjest, ndoshta nuk ndryshonte asgjë strukturore, por një fëmijë me karamele në dorë mban kujtim ndryshe nga fëmia pa to, dhe kujtimi i fëmijërisë bëhet fondamenti bot kuptimit të rriturit. Por ata me peshë reale, Rexhepi, Zynana, burrzat e kafes, nuk ishin fëmijë dhe nuk shpërnguleshin me karamele. Presioni mbi murrimin kishte vazhduar. Çdo ditë kishte mesazhe të heshtura, jo hapur, por nën kuptim pas nën kuptimi, se familja e tij po prishet me fshatin, se bashkëpunimi do të kishte kushte, se toka e përbashkët kishte nevoja diskutimi të ri. Murrimi e kishte marrë këtë shumë rënd. Ishte burr i vjetër me toka, me fqinjësi shumë vjeçare, me marrëdhënie të ndërtuar me dekada. Nuk mund t'i lëshonte ato lehtë, dhe presioni i tyre po e shtythte atë nga brenda, duke e bërë të sjellur gjithnjë më të heshtur, gjithnjë më të tërhequr. 60 vjeç ka burr kur bota rreth tij ka formën që ka, dhe nuk pret ta riformatoj. Murrimi nuk ishte i keq, nuk ishte qenë kurrë njeri i keq, por ishte njeri i formuar si sistemi, siç jemi të gjithë, dhe sistemi kishte gravitacion të vet. Agimi e shihte baban duke u tkurrur çdo ditë. E shihte dhe ndjente diçka si dhembje e ndërsjellta, dhembja e djalit që e do baban dhe dhembja e djalit që nuk mund ta pranojë tërheqjen e babait. Dy dhembje të njëkohësishme me pasgjidhje të lehtë. Kishte ardhur dita kur murrimi ja kishte sën hapur, jo natën, por ditën, jo me mbledhje familjare, por vetëm ata dy, në ar. Agim djal, do të t'i jap tokat. Gjysma jote tani, por të lutem kthehuni atje, jetoni atje. E jeni vizit, por mos qëndro këtu. Nuk mund ta mbaj më njanë fshatin gjithjetën. Dhe kishte diçka kaq njerëzore, kaq dëshpëruese brenda. Fatimja e kishte parë duke qajtur dhe kishte ndalur. Kishte qëndruar e heshtur. Pastaj kishte bërë diçka që nuk e bënte kurrë me njerëz jashtë familjes. Kishte shtrirë dorën dhe kishte vënë pallambën e saj mbi kokën e Elias. Jo për qafimi plot, jo shfaqje e madhe, vetëm atë vënje dore të qetë, si bekimin e heshtur të gruas që ka jetuar shumë dhe ka parë shumë, edhe di se dhimbja nuk ka gjuhë specifike. Elia kishte marrë dorën e saj dhe e kishte mbajtur. Kishin qëndruar kështu disa minuta, 2 gra nga 2 bote, mes çajit dhe natës dhe gjilurit, pa fjalë të përbashkëta dhe me gjithçka tjetër të përbashkët. Kur Agimi u zgjua të nesërmen dhe i tregoi Elias se kishte parë nënën të buzëqeshte pak kur hyri të bënte kafe. Buzëqeshje të vogël, thuajse të padukshme, por atje, dhe Elia i kishte thënë: "E di, folëm natën." "Folët?" kishte pyetur Agimi, i habitur. "Ju nuk keni gjuhë të përbashkët." "Njerëzit gjithnjë kanë gjuhë të përbashkët," kishte thënë Elia, "nëse dëshirojnë." Por nata e çajit dhe lotve kishte pasur dëshmitar jo të dashur. Gjergji kishte dalë gjithashtu natën, për arsye të ndryshme, dhe kishte parë nga korridori skena të 2 grave. Nuk kishte thënë asgjë atëherë, por kishte folur me Xhaxhain Qazimin. Xhaxhai erdhi sërish, jo me mbledhje formale këtë herë, por i vetëm, pasdite, duke pretenduar se po kalonte rastësisht, edhe pse brezën nuk e kaloi rastësisht, sepse nuk ishte rrugë tranzit. Kishte ardhur qëllimisht. E kishte qetur murimin dhe kishte folur me të privatisht, pa prezencën e Agimit. Dhe kjo, biseda pa Agimin, ishte e rëndësishme, sepse Qazimi dinte se me Agimin nuk kishte si të negocionte. Agimi kishte ndërtuar kufijtë e tij dhe nuk lëvizte. Por murimi ishte njëri tjetër, njëri me detyrime ndaj botës, me frikën e izolimit shoqëror, me atë varësinë specifike të burrave të fshatit ndaj opinionit kolektiv. Qazimi i kishte thënë murimit diçka të re,
diçka që e ndryshoi llogarin, se kishte fëmijë të 2 djemve të fisit. Djemtë e njërit kishin pasur probleme fqinjit e tjerë të fshatit dhe kishin nevojë për solidaritetin e familjes. Por solidariteti kishte kushte. Familja duhet të ishte pastër, duhej të mos kishte njolla, dhe njolla në gjuhën e tij kishte kuptim të qartë. Me fjalë të tjera, nëse murrimi nuk zgjidh situatën, Fatimia, gruaja e heshtur, gruaja e ndërtuar prej vurdalagëve të zakonit, kishte parë terren, kishte parë barkun, kishte parë sytë e saj, jo sytë e armikut, jo sytë të huajës, por sytë e gruas shtatzën që flet me nënën e burrit të saj dhe kërkon hapësirë, jo posedim. Kishin rrjedhur loc nga Fatimia, rrallë, 2, 3, jo shumë, por ishin aty, dhe kishte thënë, shqip, duke ditur që Agimi do ta përkthente, dua ta shoh fëmijën, nëse lind mirë, nëse jeni mirë, hyni shtëpi sime kur doni. Nuk ishte ju dua, nuk ishte keni fituar, ishte vetëm hyni shtëpi sime kur doni, dhe kjo fjali e thjesht e fshehur pas asaj rezerve të madhe, kishte qenë fitore e vërtet e parë. Murrimi nuk kishte qenë atje gjatë bisedës, por kishte mësuar. Fatimia i kishte treguar, jo të gjitha, por thelbin, dhe Murrimi kishte dëgjuar me shpatulla të kthyera nga ajo, duke parë fushën nga dritarja. Kishte kaluar 1 javë, gjatë asaj jave Agimi kishte vërejtur diçka. Babai kishte filluar të dilte në obor kur ishte edhe Elia atje. Jo të fliste me të, jo ta mirëpriste, thjesht të mos largohej, të rrinte atje, duke bërë gjërat e tij. Kontrollonte pemën, rregullonte diçka te porta, por pa ikur më menjëherë me ardhjen e saj. Ishte shumë pak, aq pak sa nuk do ta vinte re askush tjetër, por Agimi e vuri re. Dhe pastaj erdhi ajo mëngjezi. Elia po lante rrobat jashtë, kishte këmbgulur të ndihmonte, gjë të cilën Fatimia nuk e kishte kundërshtuar, ndoshta edhe e kishte mirëpritur në heshtje. Dhe Murrimi kishte dalë për kafen e mëngjezit jashtë siç kishte zakon. Kishte ulur, kishte pirë kafen, ishte Elia pranë, duke varur rrobat. Kishte rënë diçka nga dora e Elias, kapës e rrobash, dhe ishte rrotulluar deri pranë këmbës së Murrimit. Kishte qenë moment çuditërisht familjar, një lloj si ai momenti i parë në restorant kur i kishte rënë diçka nga dora e Agimit dhe Elia kishte qeshur. Elia kishte shkuar ta merrte kapësen, kishte qëndruar ulur duke marrë nga dyshemeja e oborrit, pranë këmbës së vjerrit. Murrimi kishte parë poshtë. Pastaj, dhe Agimi e kishte parë nga dritarja e dhomës me frymën e ndalur, Murrimi kishte shtrirë dorën dhe ja kishte dhënë kapësen tjetër, të dytën që kishte rënë pak më larg. Gjest i vogël, shumë i vogël. Elia kishte thënë faleminderit, atë faleminderit të vetëm shqip që dinte mirë tani, dhe Murrimi kishte bërë me kokë dhe kishte pirë kafen e tij. Por kishte bërë me kokë, jo kishte kthyer shpinën, jo kishte heshtur siguri, kishte bërë me kokë. Agimi kishte dalë pas pak, i qeshur parë syet të dukshme, dhe Elia kishte parë dhe i kishte pyetur me shikim, dhe ai kishte bërë vetëm me kokë, një lloj si babai i tij, dhe ajo e kishte kuptuar. Por fshati nuk kishte mbaruar. Fshati kishte durimin e institucioneve, të atyre strukturave shoqërore që s'kanë nxitim, sepse kanë kohë. Individët mund të ndryshojnë brenda javësh, institucionet ndryshojnë brenda brezash, nëse ndryshojnë fare. Rexhepi kishte organizuar mbledhje jo formale te kafja, 5-6 bura, zgjidhja e opinionit mashkullor të fshatit. Nuk kishte rend dite të shkruar, nuk kishte lider zyrtar, kishte vetëm çaj dhe duhan, dhe bisedë, dhe ato gjëra çuditërisht demokratike, por edhe çuditërisht autokratike që ndodhin kur grupi merr vendim kolektiv pa u ndërgjegjësuar se po merr vendim. Kishin vendosur ta çonin çështjen tek imami, jo si çështje fetare, por si çështje komunitare. Imami kishte autoritet moral dhe njerëzit e dëgjonin. Nëse imami thoshte diçka, kishte peshë. Imami i fshat kur ja kishin sjell të porsalindurin, të vogël, të kuq, me grush të mbyllur dhe me zë shumë të madh për madhësinë e tij, Agimi kishte mbajtur atë gjë të vogël me kujdesin e dikujt që mban diçka shumë të shtrenjtë dhe shumë të brisht njëkohësisht, dhe kishte ndjer diçka që nuk dihej se mund të ndihej, njëkohësisht shumë i vogël dhe shumë i madh, shumë i frikur dhe shumë i fortë. Kishin emërtuar fëmijën Lukas, emër që funksiononte si shqip, ashtu edhe greqisht, emër mes dy botëve, emër i zgjedhur me kujdes dhe me simbol. Lajmi kishte arritur në fshat para tyre, sepse lajmet gjithnjë arrinin para tyre. Fatimia kishte dalë nga shtëpia dhe kishte ecur rrugës drejt kishtes, jo kisha, por kishte ecur drejt qendrës, siç bëhej kur kishte lajm të madh, dhe kishte thënë me zë të lartë:
u lind nipi im, jo u lind nipi Agimit, jo u lind fëmia, por nipi im. Ishte deklarat, ishte shpallje, ishte Fatimja, gruaja e heshtur, duke treguar pozicionin e saj para gjithë fshatit me 3 fjalë. Gratë pranë kishin heshtur, disa kishin bërë me kokë, si ndihma e shenjës, disa kishin paranash, por Fatimja nuk kishte pritur reagimin, kishte vazhduar të eci. Kur Agimi dhe Elia kishin ardhur me Lukasin pas 3 ditësh, gjë e çuditshme kishte ndodhur. Murrimi kishte dalë i pari, i vet, pa u thirrur, pa u organizuar, kishte dalë në rrugën e shtëpisë dhe kishte pritur. Kur Elia kishte zbritur nga makina me Lukasin, Murrimi kishte shikuar fëmijën, kishte shikuar gjatë, atë shikim specifik të gjyshërve që ata dinë që nuk mashtrohesh dot. Pastaj kishte shtrirë duart e trasha, të punuara, me gjaktin shekullor të tokës mbi ta. Elia ja kishte dhënë Lukasin. Murrimi kishte mbajtur nipërin. Kishte qëndruar kështu 1 minutë të plot, 1 minutë e tërë pa folur, pa lëvizur, duke mbajtur atë gjë të vogël që ishte gjaku i tij, dhe gjaku i Greqisë, dhe gjaku i dashurisë, dhe gjaku i betejës së gjithë asaj kohe. Dhe pastaj kishte thënë me zë të ulët, pa e drejtuar tek askush në veçanti: "I ka sytë e Fatimes." Kishte qenë mënyra e tij, kishte qenë mënyra e Murrimit të pranoj, jo me fjalë të mëdha, jo me deklarata, por me atë vërejtje të vogël familjare. I ka sytë e gjyshesh, e cila e vendoste fëmijën brenda familjes, jo jashtë saj. Por jo të gjithë kishin murrimin e tyre të brendshëm që priste të zhgënjehej. Disa ishin bërë prej materiali ndryshe, prej atij materiali të fortë dhe të parrjedhshëm që nuk lëkundet as me lot, as me fëmijë, as me akte butësie. Rexhepi kishte vajtur te Murrimi pas ardhjes së Lukasit dhe kishte tentuar të fundit: "Murrimi, nëse e pranon këtë fëmijë si nipin tënd, fshati do të kthejë shpinën edhe ty." Murrimi kishte qëndruar dhe e kishte parë Rexhepin. Kishte qenë vëmendja e atij njeriu që ka vendosur tashmë dhe nuk ka nevojë të gjejë argumentin, sepse argumentin e ka gjetur natë më parë. Viktim, por si grua reale, me mangësi e virtyte, me frikë e kuraj, me atë kompleksitet që e bën njeriu njeri. Shkruante për baban, tani me ngrohtësi, tani me zemërim, varësisht netës dhe mendimit. Ishte njëherë duke shkruar kur Murrimi kishte dalë. Ishte mesnatë, babai ngrihej shpesh natën tani, mosha ja kishte ndryshuar gjumin, dhe kishte gjetur djalin ulur nën arë. Kishte ulur ngjitur, pa pyetur çfarë po bënte, pa parë fletoren. Kishte qëndruar krah për krah me djalin në heshtje, duke parë qiellin. Pastaj kishte thënë diçka krejtësisht të papritur, diçka që Agimi nuk e kishte dëgjuar kurrë nga goja e babait. "Ti je si unë, djalë. Edhe unë isha kokfort. Edhe unë bëja si mendoja. Ndoshta unë isha keq ky muaj." Nuk kishte thënë më fal. Burrat e Murrimit nuk thoshin më fal. Gjua e tyre nuk kishte ndërtuar atë strukturë të shprehjes, por kishte thënë ndoshta unë isha keq. Dhe kjo, nga burrë si Murrimi, kishte peshën e 50 më fal të zakonshme. Agimi kishte mbyllur fletoren, kishte parë baban, dhe nuk kishte thënë asgjë, por kishte vënë dorën mbi shpatullën e babait dhe e kishte mbajtur atje. 2 burra nën arë, me qiellin plot yje, me fshatin të heshtur rreth tyre, duke qëndruar krah për krah me atë heshtjen që shpesh thot gjithçka. Ishte surpriza e fundvjeshtës. Dimitra erdhi. Dimitra, shoqja e Elias, ajo që kishte pasur dyshimet e para, ajo, ai e sigurt, ai është shqiptar, kishte vendosur vet pa u thirrur nga askush të vinte. Kishte marrë autobusin dhe kishte ardhur për 2 ditë. Kur kishte arritur, fshati kishte reaguar me atë habin e tij specifike. Greke tjetër, sërish, por kësaj radhe me tonin pak ndryshe, sepse kishte Lukas tani, dhe prania e Lukasit kishte ndryshuar pak ekuacionin njerëzor. Ishte e vështirë të uresh kufirin abstrakt, kur ai kufir mishërohet tek fëmia konkret me sytë e gjyshes. Dimitra kishte ardhur me dhurata, lloj-lloj gjërash greke, jo pompoze, por të menduara, dhe kishte sjellje të tillë charmante për drejt që kishte hutuar disa. Ishte ndryshme nga çfarë kishin pritur. Nuk ishte armikja abstrakte, ishte vajzë e re me energji të madhe, me humor,
me atë lloj prezence njerëzore që s'lë shumë hapësirë për distancimin formal. Hana, vajza e re që kishte filluar të afrohet tek Elia, kishte ardhur të takonte Dimitrën dhe kishin kaluar 2 orë duke folur nëpër Elian si përkthyes, duke qeshur shpesh, duke zbuluar se ndanin pasionin për muzikën dhe idenë e udhëtimit. Ishte diçka e zakonshme, thuajse banale, 2 vajza të reja me interesa të ngjashme, por brenda kontekstit të asaj situate kishte qenë e jashtëzakonshme. Dimitra, para se të largohej, kishte thënë diçka të rëndësishme Agimit. Kur u martove me Elian, mendova se do t'i bëje keq, jo me qëllim të keq, por sepse isha mësuar të Murimi kishte ngritur fëmijën dhe kishte mbajtur lart, si bënin të moshuarit e fshatit me një përinë shumë pritur, dhe kishte qeshur me atë qeshje të thellë, të rrallë, të dikujt që nuk qesh shumë, por kur qesh me gjithë trupin. Pastaj Lukas kishte thënë ja, greqisht, gjyshja nga ana greke, duke ju drejtuar Fatimjes instinktivisht me fjalën e greqishtes. Fatimja nuk e dinte greqishten, por e dinte tonin, e dinte se fëmia po i thoshte emrin e dashurisë, dhe kishte thënë, e hutuar dhe e gëzuar njëkohësisht, jo ja, gjyshe, duke ja mësuar fjalën e sakt, duke ja pranuar rolin. Elia kishte parë këtë, nënën e burrit të saj duke ja mësuar fëmijës fjalën gjyshe shqip, dhe kishte qenë momenti kur kishte kuptuar se kishte fituar jo betejën, por diçka shumë më të rëndësishme. Kishte fituar vendin. Vlajda, vajza e Rexhepit, ajo e reja me paragjykimet e trashëguara, kishte bërë diçka të papritur një ditë pranvere. Kishte ardhur te shtëpia e Murimit dhe kishte pyetur nëse mund të fliste me Elian. Elia kishte dalë, pak e habitur. Vlajda kishte qëndruar e sikletshme, si dikush që ka ardhur të bëjë diçka të vështirë dhe nuk di si ta nis. Pastaj kishte thënë, me Agimin si përkthyes: "Dua të mësoj pak greqishte. Biri im i vëllai do të shkojë në shkollë dhe atje ka mësues greke. Dua të mund ta ndihmoj një herë." Ishte pretekst, ishte justifikim. Vlajda nuk kishte nevojë reale për greqishte, por kishte nevojë reale për hapjen e kontaktit pa e quajtur kapitullim, pa e quajtur pranim, pa e quajtur gabim të gabimit. Elia e kishte kuptuar me njëherë, sepse Elia gjithnjë kuptonte nën shtresën e gjërave, dhe kishte thënë, sigurisht, ejani të mërkurën. Vlajda kishte ardhur të mërkurën, kishin kaluar një orë të inkomode fillimisht, pastaj pak më të lirshme, pastaj, nëpër Lukasin që kishte hyrë duke vrapuar dhe duke ngatruar gjërat dhe duke qeshur, kishte qenë e mundur që të dyja të qeshnin bashk. Nuk kishin bërë miq të afërt, Elia dhe Vlajda. Nuk bëhen miq të afërt njerëzit kur historia mes tyre ka qenë e tillë, jo shpejt, jo pa cicatricat e veta, por kishin bërë diçka të rëndësishme. Kishin ulur murin e parë, atë murin solid të ignorancës reciproke, dhe kishin zbuluar se pas murit kishte thjesht njeri. Kishte mbetur ende Zyhran, ajo plaka me buzë të holla dhe kujtesë të gjatë, i cila kishte filluar krejt gjithçka të mëngjes pranë çezmës me shpinën e kthyer. Ajo kishte vazhduar të mbaj pozicion, jo agresivisht, por me atë ngurtësi kokfort të njerëzve të vjetër që kanë vendosur se nuk ndryshojnë, se ndryshimi është humbje, se qëndrimi i fortë është identiteti i fundit i mbetur. Kishte bërë shumë vjet, kishte parë shumë, kishte humbur njerëz të dashur, burrin, vëllain, bien e vogël para kohe, dhe kishte ndërtuar muri rreth vetes prej atyre humbjeve. Muri e mbante, pa muri ndoshta shpërbëhej. Agimi e kuptonte këtë, jo me dashuri, por me atë kuptimin e thellë të njerëzve që kanë dhimbjen e tyre si kompas. Takimi mes Elias dhe Zyhranës kishte ndodhur në mënyrën më të papritur. Kishte rënë plaka dhe të dashjes. Çdo fjalë shqipe thënë nga Elia ishte zërimi i zgjedhjes. Jo zgjedhja e lehtë, por zgjedhja e vullnetshme për t'u bërë pjesë. Hana kishte bërë miqësi të vërtet me Elian tashmë. Vinin shpesh bashk, flinin ndonjëherë duke biseduar deri vonë, ndanin libra. Hana kishte nisur të mësonte greqishten dhe Elia shqipen, dhe të dyja i kishin qeshur gabimeve të njëra tjetrës me atë qeshje specifike të miq të vërteta. Fshati nuk ishte bërë parajs, kur nuk bëhej e tillë. Kishte ende njerëz që shikonin me njan, kishte ende nënkuptime ndonjëherë, kishte ende atë stres të holl mos miratimi nga disa të vjetër, por kishte ndryshuar toni dominues. Kishte ndryshuar atmosfera e përgjithshme. Kishte ardhur ai lloj pranie normale, kur dikush i ri
fillon të bëhet thjesht njeri I njohur, kur e huaja fillon të bëhet thjesht Elia e agimit. Normaliteti është fitoria e fundit dhe e vërteta. Kishte natë dimri, bora kishte rënë e trash dhe fshati kishte ngrirë në atë bukuri të bardhë absolute. Kur agimi kishte hapur fletoren e vjetër dhe kishte shkruar. Jo fragment këtë herë, kishte shkruar letër drejtuar askujt dhe kujtdo njëkohësisht, letër që nuk e kishte dërguar, letër që kishte mbetur atje me sfaqeve si dëshmi e brendshme. Dhe letra thoshte kështu: Nuk e di nëse fitova apo humsa, nuk e di nëse bëra drejt apo gabim sipas rregullave të botës, por e di diçka, e jetova me gjithë forcën time. Nuk u largova kur ishte e vështirë, nuk heshta kur duhej të flisja, nuk lash gruan time të qëndronte vetëm para mureve të fisit tim. Dhe fisi im, ai fisi ngurt, ai fisi ndërtuar nga dhimbja dhe nga historia dhe nga shumë gjëra që nuk I zgjodhi askush, gjeti mënyrën, ngadalë, me forcë të vet, të hapej. Njerëzit ndryshojnë, ngadalë, me dhimbje, me rezistencë, por ndryshojnë, dhe ndryshimi fillon gjithnjë me diçka shumë të vogël, me copë brumi të shtrirë, me kapse rrobash të dhënë, me faleminderit të thënë me vështirësi. Elia nuk erdhi këtu si pushtuese, erdhi si grua e djalit të tyre, nënë e nipërisë, njëri me zemër të hapur mes njerëzve me zemra të mbyllura. Dhe zemrat e mbyllura, kur u shfaq njëri I mjaftueshëm I durueshëm, I mjaftueshëm I dashurueshëm, fillojnë ngadalë të çelin. Lukas do të rritet me 2 gjuhë në gojë dhe me 2 bota në zemër. Do të di emrin e maleve shqiptare dhe erën e detit grek. Do të di historinë e luftrave dhe do të di historinë e pajtimit. Do të di se gjyshi I tij kish duar të trasha nga toka dhe gjyshi tjetër nga Greqia ka duar të buta nga puna tjetër. Do të jetë urë. Dhe ndoshta urë është gjëja më e vështirë